Deputeti i Frontit Evropian Elmi Aziri në seancën për pyetje të deputetëve kritikoi ministrin e administratës publike se me propozim ligjin e ri për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, po tentohet zvarritja e mbikëqyrjes së punësimeve duke formuar komision. Pa vendosjen e një mekanizmi softuerik në vend të balancuesit, ligji nuk mund të jetë i mirëfillt, tha Aziri. Pra ka mungesë të garancës për zbatimin efektiv të saj, ka mungesë të garancisë për përkatësinë etnike, për atë të cilëve u dedikohet këtij ligj, pra ka mungesë të mekanizmave mbrojtës, ka mungesë të mekanizmave detyrues që detyron institucionet e vendet që ta zbatojnë të njëjtën, ka mungesë të sanksione për respektimin e ligjit. Por ministri Minçev u përgjigj se për shfuqizimin e balancuesit ishte pajtuar edhe përbërja e kaluar qeveritare me në krye BDI-n, siguron se trupi koordinues do të ndjek procesin e përfaqësimit të barabartë, ndërsa për mekanizma do të vendoset pasi të merret mendim nga Komisioni i Venecias. Ju në kuvend kërkuat komision për mbikëqyrjet e përfaqësimit të drejtë me partnerin tuaj të koalicionit. Qeveria këtua pranoi. BDI-ja, partner juaj i koalicionit. Ai komision është formuar dhe tani u pengon ligji i ri. Vendosni pra çfarë doni të pranoni. Ndërkohë, kreu i LSDM-s Venko Filipçe pyeti kryeministrin se cilat janë planet e qeverisë sa i përket eurointegrimeve, ndërsa ja rikujtoi të gjitha paralemrimet e tij një vit me radhë për zgjidhje konkrete, sikurse ndryshimi kornizës negociuese, por edhe ndryshime kushtetuese me veprim të prolonguar. A keni vendosur ndonjë limit kohor në kornizat e këtij mandati qeveritar, se deri kur do të përpiqeni të gjeni ndonjë ndryshim të pozitës sonë negociuese? Apo nuk keni asnjë limit kohor? Mickoski tha se nuk e ka problem të futë në kushtetutë etnitete të tjera, por e ka problem atë që dikush tjetër po e mohon identitetin e tij. Të modifikojmë identitetin dhe gjuhën maqedonëse me fjalën modern. E kjo është esenca. Nuk është esenca të ketë bullgar në kushtetutë, apo siç thatë ju, tre bashkësi të reja etnike. Esenca është që të krijojmë një toponim të ri i gjuhë moderne maqedonase të disa maqedonasve modern, të cilët janë pjesë e identitetit modern Maqedonas. Kjo është esenca. Ashtu si edhe në seancet e tjera për pyetje deputetësh, edhe sot u vërejt mungesë e disa funksionarëve, respektivisht ministrave apo zëvendës ministrave, të cilët duhej të ishin prezent për t'u përgjigjur pyetjeve të deputetëve.